Padrejtia është në kulm nga vjerria. Përveç sabrit, çfarë na këshillon? Allahu të begatoft. La hawla wala quwwata illa billah. Kjo motra, po do më thonë mu hoxha, e di që ki me thonë me ban sabër, e di këta, s'pe du këtë këshill. Se unë e kam parasysh thot, nuk tjetër sen, që kam këshillan. Motrë të këshilloj me ullë me bashortin dhe me diskutu dësane. Me i diskutu. Nësa është të vërtet, gjithmonë ju e dini, unë e la një alternativ, një derë qelë. Që mos me akuzu unë e vjerinë, mos me marë përgjithësi për ata që thu ti. Ti për thu padrejtia është në kulm nga vjerria. Nëse është të vërtet kjo që normal, s'du as ty të paragjykoj se po rranë, por as nuk du të besoj pa e ditë, pa agendën e tyne, na nuk kemi rolin avokatit. Ne kemi rolin e një këshilluesi, sa të mujmë me i qetësu, me i stabilizu situatat. Nëse është të vërtet që m'jen keq për këta, Allah të është përbleft sabrin që përban. Parimisht, ti nuk e ki obligim me i duru bërtimat pa nevojt kërkuj. Por hatri i Allahit, e hatri i burrit, e i familjes, e i fëmijëve, janë kriju rrethana që asisoj që ka herë duhet me ba sabër. Përveç sabër, atër duhet me ule me diskutu pak me bashortin. Nëse burri është për një mem që din me menagju situatat, me ule me printe vetë, me diskutu gjanat, e në fund nëse shet që s'ka alternativ tjetër, ndoshta edhe me unda, ju në shpet juj, vjerria në shpet vetë, ani, le t'i këshyrë pasaj bashorti edhe t'i qaj ushqem, qka mund është një mund regull, po këherë ma mirë është, unë e di se në Shqipëri është një mentalitet më nërësh ata kanë makollaj, si të martohën danë, të ndërum vlezër dhe motra. Ne nuk du t'i këshyrim senet në basë asaj që është punën një mentalitet. Tirana ka nëryshe, Prizreni nëryshe, Shkupi nëryshe. Prandaj, nuk du të me thonë në komente, le danë, që ka lidhje print, ajde iq mu qafe aty një vjerive, ata s'pedojnë. është kollaj kështu me thonë. është kollaj, por se janë do gjana që se cili ven i ka ato nëse mund me thonë, ato problematikat e veta. Edhe unë jam që kërkuj mos me hypë në qafë. Islami nuk e lën pa drejtësinë. As nga vjeria, as nga kërkush. Këtu rolin kryesor në rastin tanë, duhet me pas bashorti. Ti bën me kërku të drejtën tane që me të lanë njerëzit rahat nëse të kanë gjujt në qafë, të kanë hypë në qafë. Prandaj, e merre këtë këshill prej meje, Allahu të një moftë dhe ta letoftë.